sot këtu nga sheshi Tetovës në ditën e zjarfikësve kemi bërë një prezantim të kësaj njësie dhe gjitha të kisha thënë shërbimet që i ofron gjitha njësitë që janë në kuadër të kompanisë apo të komandës së zjarfikësve në komunën e Tetovës, që mbulon edhe disa komuna tjera përreth, ku zjarfikësit prezantuan aftësitë e tyre, kapacitetet e tyre për të mbrojtur jetën dhe pronat e qytetarëve. Kjo edhe një herë tregon për kushtimin ton që njësinë e zjarfikësve ta bëjmë një nga më të përgatiturat në maqinërinë të veriut, edhe në aspektin e kuadrit profesional të angazhimit të zjarfikësve, por edhe në aspekte pajisjeve të cilat ata i kanë. Sot sigurisht që njësia e zjarfikësve shumë më mirë se dje, por ne do të punojmë që edhe nesër të jetë shumë më mirë se sot. Nga sot mund të promovojmë edhe themelimin e njësisë vullnetarëve, që besojmë se do të kontriboj dhe do të ndihmoj fuqishëm në zvoglimin e dëmeve në jetë të njerëzve në dhe pronat të njerëzve. Këtu dua të falenderoj me theks të veçantë bashkëpunimin dhe përkrahjen, partneritetin e miqve tanë ndërkombëtar, veçanërisht atyre që i kemi permanent deri tash që vinë nga Austria dhe Mbretëria e Bashkuar. Pa përkrahjen e tyre, kjo njësi e zjarfikësve nuk do të ishte aty ku është sot, dhe ne bashkëpunojmë shumë afër që edhe në të ardhmen ky bashkëpunim të jetë shumë i afërt, me vetmin qëllim që edhe një herë të kemi një njësi të përgatitur për mbrojtje të jetës dhe pronës jetëve tona, sepse kjo thjesht nuk është vetëm njësi për mbrojtje kundër zjarrit, por ka brenda vetes shumë njësia për e parte të cilat shpëtojnë jetët tona edhe në fatkeqësi tjera natyrore. Sot është dita e zjarfikësve, është 20 maj, dita e zjarfikësve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dihet që në bashkëpunim me Nesi Zjarfikës kemi bërë përpjekjet tona, gjithashtu kryetari i komunës së Tetovës na ka ndihmuar që bashkërisht të formojmë edhe vullnetarë të cilët do jenë të përfshirë në gjitha fshatrat e Pollokut. Kështu që kemi bërë një hap shumë të rëndësishëm, për arsye se donatorë dihet që kemi ambasadën e Austrisë dhe miqët tanë që i kemi në Tirol. Kjo është një hap shumë i madh dhe i bëjmë thirrje gjithë të rinjve të cilët janë të interesuar të jenë vullnetarë të kësaj njësite, që të kontaktojnë shoqatën dhe të aktivizohen këtë drejtim. Do të thonë dihet që nga ardhja e kryetarit Bilal Kasami në krye të komunës së Tetovës, do të thonë ne kemi bërë përmirësimin e rrogave, të cilët kemi qenë gjatë gjithë kohës para ardhjes Bilal Kasamit në komunën e Tetovës, kemi qenë në procese gjyrësore. Tash një zjarfiks në komunën e Tetovës paguhet dinjitetshëm dhe e kryen detyrën ashtu siç duhet. Dihet që me ardhjen e
do me thonë kryetarit të ri, do me thonë kemi pas donacionet të ndryshme, si që është ajo më seriozja nga UNDP dhe ambasada e Zvicrës, gjithashtu donator nga qytetarë tanë, si që dhe ceki kryetari është një shkallë 37 metrëshe, të cilën qyteti Tetovës e poseton tash, gjithashtu ne kemi intervenu me këtë kamion në qytetet tjera të cilët ka pas nevojë. Dihet që mungesa e zjarfikësve në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë është dihet shifet, mirë po ne, në bashkëpunim me komunën e Tetovës, kemi ndihmuar në këtë drejtim dhe kemi pru që zjarfikësit e Tetovës të jenë një ndër më të mirit në Republikën e Maqedonisë.